Martesa e Elias me Prince Lekën ishte më e komentuara në media roz, por ndarja e tyre ishte e mbushur me konflikt. Kjo pasi Elia u ndje zhgënjur sepse Leka u dashurua me shoqen e saj, Blerta Selibashin, e cila njihet njëkohësisht edhe si fotografja e familjes së tyre. Kjo solli debate dhe përplasje mes çiftit, që u bën publike edhe në media. E teksa Elia po vazhdon jetën e saj e fokusuar në aktrim dhe në shkrimin e librave për fëmijë, Leka duket i lumtur në krah të Blertës dhe në një intervistë ai është shprehur se Blerta e ka kthyer qetësinë që i ka munguar prej vitesh. Leka ka një pasuri të konsiderueshme të trashëguar nga gjyshi dhe babai i tij, dhe kjo i ka dhënë mundësi çiftit të bëjë një jetë me standarde të lartë dhe të udhtojnë në shumë shtete. Por së fundmi, duket se Prince Leka dhe Blerta Selibashi po përgatitjen për sqarimin e familjes së tyre. Pas zyrtarizimit të lidhjes së tyre disa muaj më parë, ata ndodhen në pritje të fëmijës së parë së bashku. Sipas informacioneve të konfirmuara nga burime pranë çiftit, Blerta Selibashi është atzan dhe foshnja pritet të jetë djalë. Për Prince Lekën, ky do të jetë fëmia e dytë, pasi ai ka një vajzë nga martesa e mëparshme me Elia Zaharian. Mediat e roz bëjnë me dije se shtatzania po zhvillohet normalisht dhe çifti ka zgjedhur ta mbajë këtë fazë të jetës larg vëmendjes publike. Por si e ka pritur Elia këtë lajm që po qarkullon? Burime pranë Elias kanë bërë me dije se ky nuk ishte një lajm surprizues për të, pasi kjo gjë pritej. Ajo është shprehur se unë jam plotësisht jashtë jetës së tyre dhe për gjëra që nuk më interesojnë nuk kam asnjë koment. Leka është një kapitull i mbyllur në jetën time, aq më shumë dhe Blerta. Unë nuk preferoj ta mbaj kokën pas, sepse e kaluara të vjetë të ardhmen kur fokusohesh shumë te ajo. Interes për mua është mirëritja e vajzës dhe edukimi i saj, dhe të komentosh për jetën e të tjerëve, unë e quaj humbje kohe.